Viti 2025 ka shënuar një numër të lartë pacientësh nga Verilindja e Shqipërisë që kanë marrë shërbime shëndetësore në Spitalin e Përgjithshëm të Gjakovës. Drejtori i këtij spitali, Hilmi Shala, bën me dije se gjatë vitit të kaluar mbi 6.000 pacientë nga Tropoja dhe Hasi janë trajtuar në këtë institucion shëndetësor, përfshi vizita mjekësore, ndërhyrje kirurgjikale dhe lindje. Bazuar në raportet që i kemi nxjerrë për 2025, janë më shumë se 6.000 pacientë që kanë marrë shërbime nga këto zona në spitalin tonë. Janë 72 lindje që kanë ndodhur në spitalin tonë, domethënë 72 fëmijë kanë lindë në ginekologjinë në Spitalit Gjakovës. Pastaj janë afërsisht 200 operacione që janë bërë. Kemi pas dikun 700 pacientë të cilët kanë qenë të hospitalizuar, të shtrirë pranë spital që kanë marrë shërbime. Është një numër i madh i shërbimeve shëndetësore. Pothuajse gjitha shërbimet që i marrin qytetarë të tjerë dhe qytetarët e Shqipërisë, kjo është falë infrastrukturës, afërsisë. Pastaj numri i mjekëve është më i madh te ne se në Brancorës në zonën e Hasit. Ndërkohë, Spitali i Përgjithshëm i Gjakovës është vlerësuar me një mirënjohje nga Ambasada e Shqipërisë në Kosovë për kontributin e dhënë ndër vite në ofrimin e shërbimeve shëndetësore për qytetarët shqiptar, veçanërisht ata nga qarku i Kukësit. Ambasadori i Shqipërisë, zotëri Petit Mola, i Nemën të Shtetit të Shqipërisë, pra Republikës së Shqipërisë, e ka nderuar të gjithë stafin e spitalit, pra mjekët, infermierët, menaxhmentin e spitalit të gjithë, për punën që bëhet spital për gjithë pacientët, por edhe për një pjesë për malsinë e Gjakovës, për shërbimet që japin për këta qytetarë. Është një vlerësim i veçantë, sidomos kur bëhet nga një ambasador. Ambasadori është shumë i kënaqur edhe me punën në spitalet dhe se ka bërë një vizitë nga afër gjithë institucionit, është shumë i kënaqur dhe ne jemi shumë të emocionuar nga kjo mirënjohje që është bërë nga shteti shqiptar. Mungesa e mjekëve specialistë në spitalet e Baramcurit dhe Krumës mbetet një problem serioz. Për këtë arsye, banorët e këtyre zonave detyrohen të drejtohen drejt Gjakovës, jo vetëm për vizita mjekësore, por edhe për ndërhyrje kirurgjikale dhe lindje, duke e kthyer këtë spital në një pikë referimi për gjithë verilindjen e vendit.